Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një tur inspektimesh të investimeve të qeverisë në veri të vendit. Kreu qeverisë ka filluar turin e tij në Bulqis, nga ku ka parë nga afër ecurinë e punimeve që po realizohen në minierën e kromit, e marrë me koncesion nga kompania Alp Krom. Një investim prej 25 milion eurosh, synohet rritje e sasisë së kromit me 60.000 më shumë tonelata në vit, si dhe hapja e vendeve të reja të punës. Desha të falenderoj kryeministrin Rama bashkë me ministrët e tij për gjitha premtimet e bëra në fushatën elektorale, për uljen e moshës pensionit, për hapjen e thelësisë pusit dhe premtimi më kryesor dhe më bom ka qenë ndërtimi i rrugës Arbrit. Kështu që kryeministrit aktualisht nuk kemi çfarë kërkojmë për sa kohë të gjitha premtimet të bëra në fushat, të gjitha i ka mbajtur në një kohë rekord për një vit e gjysmë qeveri. Koti mirë? Ja. Mirë apo shumë mirë? Shumë mirë. Rruga lidhëse mes qytetit të vjetër dhe qytetit të ri në Bulqis është një tjetër rrugë në të cilën është investuar së fundmi, teksa kreu qeverisë Rama u shpreh për një vëmendje të shtuar ndaj qytetarëve. Të bëjmë një financim të ri sepse këta njerëz tu meritojnë një vëmendje maksimale sepse kanë vujt jashtëzakonisht shumë dhe s'kan pas pikën e vëmendjes, vetëm bandit që vinin, i grabisnin, iknin edhe i linin në terrë dhe në varfëri. Të bëjmë investimin e ri për të lidhur të dyja zonat. Nga qyteti i Burrelit, kryeministri Edi Rama ka vizituar fabrikën e ferrokromit, e cila është rikonstruktuar përmes një investimi prej 15 milion dollarësh, e që do të sjellë rreth 600 vende të reja pune me një rrogë të lartë. Patjetër të rrisim më shumë mirëqenien duke përfituar më shumë nga gjithë kjo pasuri dhe jo duke e lënë këtë pasuri si mall pazos siç ishte deri dje që o burra kush të merrte krom e kush ta nxirrte jashtë për një copë bukë. Kryeministri Edi Rama ka vijuar vizitën e tij në qytetin e Burrelit, ku është njohur dhe me punimet për disa projekte infrastrukturore si kompleksin e parkut të lojrave për fëmijë, por po ashtu edhe restaurimin e fasadave të godinave të vjetra.